Sprovat nuk vijnë për të të thyer, por për të të zbuluar. Shpesh mendon se nuk do t'ja dalësh, se dhimbja është më e madhe se forca jote. Por Allahu e di se çfarë mund të bësh. Ai nuk të sprovon për të të dënuar, por për të të ngritur. Kur e sheh se çdo gjë po shëmbet, kujto se ndoshta ai po të rindërton, sepse njeriu që nuk sprovohet, nuk kupton as vetveten e as Zotin. Prandaj, mos i ik sprovës, përqafoje me besim, sepse pas çdo dhimbjeje shihet një dritë që vetëm Allahu e di si ndihmë.